kisha thonë një fjallën më të madhen që e përdori une, po edhe përdorin tonë plesnarë që të kanë njetin e mirë, nuk ka hakmarrje më të madhe se falja. Kanuni është përmbledhje zakoneve e dokeve shqiptare, është një dokument i lashtë. Si formë e parë e të shkruarit, numërohet të jetë lek Dugaxhini. Mirë po sot e kësaj dite, këto rregullat kanunit vazhdojnë të kenë ndikim në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Maltëzi. Fenomeni i hakmarrjes po vazhdon ende. Në të gjitha viset ku jetojnë shqiptarët, më shumë ka ndikim kanuni se gjykata. Kanuni dikur ka pasur vlerë juridike. Sot kur funksionon ligji, gjykata, pse është ende aktiv në trojet tona? Pleqnarët janë ata që po mbajnë gjallë ende rregullat e kanunit. Dhe kur pyeten pse funksionojnë odat, ata thonë, gjykatat merren me dorasin, e dënojnë, ndërsa familjet nuk i pajtojnë. Ne jemi që familjet i pajtojnë. Është diçka e veçantë ta takosh një njeri i cili shumë vite i kaloi nëpër odat e 4 shteteve, në Shqipëri, Kosovë, Maldëzi e Maqedoni, duke pajtuar familje, duke bërë një punë të shejtë, sepse të arrish t'i pajtosh 2 familje, ke bërë një mrekulli. Sa ato familje fillojnë të punojnë, të shkojnë në shkollë, të jetojnë të qetë dhe t'i kthehen jetës. Prandaj, misioni i pleqnarëve është human, një punë të tillë që vitet të tëra është duke bërë pleqnari 4 shteteve, Haxhi Rahman Lajçi. Është traditë shqiptare që baba më ia lën pleqnin djalit. Jem kanë 20 mashkuj tonë, edhe një natë ish kanë një rast ku o dasht më shkua përfaqësuesi i familjes tonë, që më kanë të më marrë pjesë, ai ishin zonën një punë tjetër edhe tha, djemë tha disht për çka u kom thirë, tha, jem na ke thirë mi ishtë kem, tha jo, tha unë i kom 8 djelë të mitë. Tha këto punë, jo më ras pak në mosh, këto punë dikush do të mi marë para meje, pej meje, tha veç, do mu njoftua që une nuk do m'ja lën pleqnin as një djalit, do me thyë ligjin, edhe traditën tona, tha pleqnin do m'ja lën djalit vllaut Rahmanit. Edhe pej ditë sotit, qato kompetenca që ka i kom pas une në Llazni, edhe në familje, pos zë shpillaku që jonë ato të qila shpi i ka të vetet, që ka duhet me vendosë në emën së familjes, Qarë Mehmetit është Rahmani pej ditë sotit. Ishim me shkua një pleqni në Rrugovë, edhe une po shkoj po i thomë miqë, thash duha me më kallëzua, tha, çka ta merr mendja si me veprua une? Tha po djala. Tha e para, 3 sende do me të kallëzua, nuk përmbajsh atyne, të dish që ke me shkua për para. Mos u përmbajsh, vetë ke me pakua vetën që s'ke mujtë me shkua për para. Thash cilat janë miq, tha në mush me hinë sobë, edhe me ardh i dëmtuami, me ta sha nonën edhe çka do keti me pas altinën shok, mos më shkua kur mendja që e ke, tha hinto. E dyta tha në nashën situatë që i dëmtuami të sjell, në sobë të sjell, tha e ti me altin shok, mos me reagua, tha hinto. Edhe e treta, tha në jetë tonë në të martë mendja që mundesh me hangër rishvet për një anë sa një cingare duhon, tha amanet i Zotit mos hinto. Këto janë temeli këtyne. Ka raste kur një çift nuk mundet të vazhdojnë më tutje dhe vendosin për ndarje. Shkojnë në gjykatë
dhe vazhdon procedura e shkurërzimit, por në shumicën e rasteve janë odat e burrave që vendosen për këto ndarje. Mlidhen nga dy anë pleqnart, i ftojnë në odë dy palët dhe i pyesin për shkakun e ndarjes. Atëherë vendosin pleqnarët dhe i vendosin shumat e parave se sa duhet paguhet i dëmtuari. Brenda vitit, në odën e Haxhi Rahman Lajqit ka pasur shumë pajtesa për shkak të shkurërzimit. Haxhi Rahman Lajqi shton: Unë në qëtë odë, pe i viti 3, diku ka 90 shkonurëzime dhe shkatrime familjari kom pas qëtu në qëtë odë, si vjetë. Po ju betona edhe shumë tjera në tjetër vend, fatkeqësisht, je marrë një gjendje ku familjet tona po prishen. Na e di mirë që 3 fundamentet kombitonion kon besa, bukëzonja edhe morali familjar. Kuj kem këto sot, unë nuk po di. E lusë, çdo njeri që ka gjak shqiptarit, të dvidesohet, të din që nuk ka asë 1 milimetër më larkë se 5 shtëpisë teme dhe i të shtëpia tina, që duhet me pas kujdes qysh me erujt familjen, duhet me pas kujdes qysh me erujt vendin, duhet me pas kujdes qysh me jadhon, me jabar gatit kënë vendit, se na jem të faktikisht në një rrezik për jonë mikut. Me gjithë botën, rastet ndodhin si vrasjet, shkurërzimet, arrahjet, problemet me tokë, dhe gjykata vendos për këto raste dhe aty përfundojnë. Te ne ndodhe kundërta. Pas vrasjes, gjykata e dënon ai që kryen vrasjen, mirë po familja bien gjak. Të tjerët duhet të mbyllen në shtëpi, duhet të dërgojnë njerëzi të shtëpia të vrarit për të marrë besë. Ish vra një burë shumë i mirë në Rëzhaj, edhe tash shkuam na me lyp besë për më mujt ata, se ish vërrimi nesër me ardhë me shkuam me marrë pjesë këta domtuemi që a ish afekt i shpejt ardhe të vrasja, që ashtu që s'ka prapavi familjare, s'kan pas familjet kartrese, edhe jam shkua une, kur jam shkua me një jaranta me një Rexhepin, jem hi edhe i kom thonë, jo kom shnosh kryet edhe, jam njeri cili jam ardhë me lyp edhe një pëlqim për jush, e di që është rëndë, e di e mës të thash mës të elaboroj, thash po familjet na jem në Rëzhaj, komuna është e vogël, përgjithësisht shihem, teshem, jam ardhë me u lut që pos asaj familje që është kryesore, baba edhe vllau, më në lejua kjo familja tjetër me ardhë e me marë pjesën vërrim e thënë. Ai në atë moment mu ka drejë, tha, dhe këtu më ke ardhë 100 vjetë që ka të kanë le për para, edhe 100 vjetë që ka kanë me të letë të kërdhe, bashkë me që të fjallë, tha, pa këtu me erdha. Në atë moment a i kem ka pa mua si gjaks, se ishin kohët bollaki dhe torë, nuk ishin kalua që ju kivra mashkulli, o ardhë njëri e ka prek që ko për mas, edhe a i ka pa o dalë atje, edhe i ka thonë, tha, qaj e t'y bo mërë burë, apo i një gjindë që janë para teje, tha, po i një gjaksat. Tha, jo, nuk janë gjaksat, kuptoj jenë në qka, ta i në gjindë e në ardhë, me mision të mirë, e dish që gjithë ka përshkojnë edhe duhet më ardhë, a i, pa penje, Rahmonin e Binakut, tha, jo, tha, unë e pesho gjaks. Edhe kur ja ka shpjegua pak, ajo hi, ty e ra kryet e vetë o kuku për mua, që ka kom bon, a o më prizet zotit, falem. Edhe, thash, jo, ti e i falun s'ke, kur fa problemi, se une nuk, ase kom njetë me reagua në tonë, po ti ta shbonu burri fort, edhe kryne diçka, tha po, me ardhë, me shkuan vërrim, me ardhë me nejnë të pame dhe 6 muj dit i nëzora besë. Mduel haku i asajna që më ka thonë aj, unë e nëzora në atë moment, jo për që këmë përjetu edhe tjera sande. Qka kuptojmë me besën? Qka është besa? Besa është fjale e dhënë. Kur kërkohet besë, i dëmtuari e jep fjalen, do të thotë besën që për 3 muaj nuk do të ketë hakmarje. Ajo familje ndihet më qetë, sepse fjala e dhënë
do të mbahet. Një fatkeqësi në Shqipëni që ai edhe në ta falë, ta falë me kushte që i jep vetë. Në Kosovë, në Sanxhak, në Maqedoni, në Maltëzi, kjo nuk mundet me ndodhë. Ai kur ja le plakut, edhe plaku e ka, i merë masat ato, i merë hetimet që i ka, dhe ai e bje vendimin edhe ai vendim është i kryem. Kurse në Shqipëni është sot një fatkeqësi, ai kem diku sa 10-23 vrasje gratë që janë vra mas 70 vjetëve, ose o vra një qik 16 vjetë në nanën e Shkodrës, ty e prashit kompirë se s'ka pas djeme, ka thonë, une personalisht e kom vetë gjyshin e ati djali që e vrau, qka bane më reburë në basë, qka fiti më tha, sa nuk kom mujtë me hinë vorë për pra dzirë gjakun e gjyshit. E si e dzore gjakun e gjyshit e rave qiken, në basë qëfar parimeve rave qiken, sa une e kom shërua shpirtin tem, se kom dzirë gjak, thash ti nuk je ke dzirë gjak, po je ranë gjak. Je ranë gjak edhe ti që asaj familje nuk je dzirë gjak, po edhe një gjak ke borë, që edhe qita ka pas gjakun borë, që ke vra thmiun, një e dyta ke vra femnen, në punë vetë, cila ajo në besë nuk hinë, se gratë kur për gra nuk o zonë besa, nuk o marë besa. Oda ka shumë peripeci, shumë burni, shumë sakrificë. Ka momente kur dhe pleqnari ndihet mirë, për shkak se ka arritur të përfundoj një pleqni të rëndë. Po ka kalua me lumëtun e ka një pleqni që e kem pasën në Shkodër, ku 23 antarë të familje që janë kanë diku 5-60 vjetë gati të mshelun, atë kam pas borë gjakun, kohët e në verit ata s'kam pas pjenën, po pas e në merit janë kanë i ka pa mshel, edhe aty nuk o kanë asë një burë cili o kanë i pjekun, por janë kanë 2-3 vajza edhe 2-3 thmijit vojlë, kur cilëve ja u kanë pakput shkollën. Atëherë shi, jem angazhua, edhe jem shkua edhe me një punë të madhe, kem arrit që atë 2 familje mi afrua, qatë moment kur e kom një thmiun që ka thonë të lumt na se nesër mundi mi marë qantat me shkua në shkollë, ajo është momenti bëj lumt të një jemë në jetë teme dhe më mërë mendja që kur s'ko me konë mëj lumt të se ajo punë. Po ka raste kur pleqnari gjindet shumë keq, e këtë më së miri e të regon Haxhi Rahman Lajqi. Me të thonë të ndrejtë të konë një rast ku e kem pas një katund në i të rëzhajs, ku është akuzua njeri i cili nuk e ka krye veprën, edhe është dënua, fatkeqësisht është dënua me shpirtat këqij, cilë që shkoa kanë bë dëshmi, edhe i kanë bajt, o ka një dënuar diku 18 vjetë, po i kanë bajt diku gati 7 vjetë burk. Mas 7 vjetëve jem afrua, edhe kem pas një krejt tjetër rast në aty në familjeve, edhe personi cili e ka bo atë krim, o dasht me bo be që nuk i ka kësaj familjes, ajo këtë rasi, këtë tjetër punë, nuk ka pas lidhje me këtë rasin e vrasjes, ka vjetë me bo be edhe aj, o ardhë me bo be dhe në kulem hinë sobë, në ka thonë, jo, unë s'boj be, unë s'kom bo be për shumë sende më të mdha, jo me bo be për këtë sende në vogët. Atëherë në olinë dyshimi edhe në plesht e kem ndërpreja ditë biseden, por kur jem ardhë mas disa ditëve, i kem sugjeru babës zotit asaj shpije që ato me e pru në pytje a din gjonë për vrasja që la u bo, për çka është njeri i dënuam 18 vjetë, edhe aj ka pranua me bombe, po kur o ardhën sobë, unë ja kom thonë kushtin shumë tronë, se më konë kjo plak, edhe i kom thonë ti mundish me bombe vetëm me një mënyrë, jo në hoxh, jo xhami, jo Kur'an, jo be tjera, por vetëm me bo një birë në tokë, me afrua një gurë të math, me pru njërin për ndjeve, me ja hjek këmishën, me pështillat gurë, edhe me thonë, kur të shtyshën birë, ja rabi, në paqa haka hile në vrasjet këti i da, mu boft, zoti ma boft që thmi, si kur që gurë që pe gjujnë birë. Kur o ardhë në atë moment, aj nuk ka guzoft me përballua, edhe mu ka dredhua, mu ka thonë, tha, në paqa në qafën këtë dynje dhe dynje,
dua me më thonë bez dhe i shkoj të shtëpia se unë jo maj që e kom vrah. Atëherë unë i kom thonë jo, unë s'mundi me të pasën qafë se unë jam përmirësi këtu, po ti e pa qafën vetë që e ke bon këtu edhe që e pasën qafë ato që për rinë që gati 7 vjetë në burg, pa haka s'hilje edhe me dëshmin tante. Mirë, i kem thonë bes 3 dit, për mu kosin i duaj, atëherë nashi e kem bon procedurën të gjyqi on nis, policia ka marë, ky ka pranua, edhe atëherë nashi kur olshua aj, momenti më i gëzueshmi o konë i jemi, kur aj që s'ka pas faj olshua ardhe më ka rok, edhe më ka thonë sa pej ditë sotit unë të kom vla, edhe me zot, edhe me fe, edhe me gjak. Prej 4 shteteve, ku Haxhi Rahman Lajçi ka marrë pjesë në Oda, ai ndihet shumë keq për rastet më drastike që po ndodhin në Shqipëri. Atje nuk po i përmbahen as kanunit e as gjykatës. Pjesnia më e rënda është që tash në Shqipëni. Ka ndodhur një fenomen që pse ekziston kombi shqiptar nuk ka kondi që tash po hakmarrën gratë po vritën si hakmarrje. Kjo është një fatkeqësi e cila rrepsisht duhet mi marrë tona masat edhe plesnart, edhe gjinte e meqin, po edhe gjyqi që nuk qaj që e vret gruën për hakmarrje, a i s'ka zirë gjakve që ra në gjak. Se gjithë cilaj që e vret gruën i ka 2 gjak që borqë. Një gjak ja ka familjes, një gjak ja ka gjakut atje ku është. Si në Macedoni, si në Shqipni, si në Sanxhak, si në Kosovë, si në Mallzi, nuk po pshelet ajo familje, po pshelet këtë familja e gjanë. Edhe këtu, dekterine që nuk e, unë jam për ata, edhe në kofë që duhet me konë individi, qaj që ka krye veprën, a i me konë edhe përgjecës, edhe të burrat edhe të ligji. Tjera familje, edhe dyta që ka është me keqja, në Shqipni edhe në Macedoni, po pshelën thmija. Në Kosovë edhe në Mallzi, kjo nuk ndodhë. Thmija dër 12 vjetë janë të lirë, e që nuk ka këvërë. Në Shqipni, bilëm as 5 vjeç nuk i le, as femës, as mashkullit. I mbyllë familjet. Në Macedoni, thmija pej 12 vjetë për pjetë bjenë në atë indikimin e besë, që nuk është në regullë. Këtu nuk ka ndodhë në Kosovë, nuk ka ndodhë që janë mbyllë familjet, po gruja edhe thmija dhe në 14 vjetë nuk ka hi dërbes. Njëjta është në Sanxhak, njëjta është në Mallzi. E kom pas edhe një rast, 2 raste i kom pas edhe në Turqie, edhe atje të këta adhëtar todë që janë shkua, edhe ata e bërzin sheriatin me kanun, po kur janë pyetje varra, raha, kunorizimi e këto sheriati me kanunin janë 100% barabartë. Pse duhet vazhdojnë pleqnit kur janë gjykatat? Gjykatat kanë raste të shumta dhe me nguti i kryjnë këto, mirë po njerëzit për shkak të neglizhencës të gjykatave shpeshherë kanë vazhduar hakmarrja, ndërsa pleqnart po kanuni si kanun nuk ka mu hjek për i përdorimit dekterine që ekziston kombi shqiptar. Inshallah s'ka me pas punë. E që tash tash shumë punë ka se ligjet, se s'po i beson kur kush ligjit, se s'po kryhen kur gjanë. Edhe dyta tradita jonë është që familjet që cilat vinë në një farë konfliktit, ato familjet du të mu pajtua. Ligji e merë veç dëresin edhe krye dhe i ka krye punën, po nuk i ka pajtua familjet. Për pa ullë në odë kom kryq, familjet nuk e kanë krye punën e vetë. Puna është gjithçka. Haxhi Rahman Lajçi e ka edhe profesionin e dytë. Ka përpunimin e drurit, një zanat që duhet të vazhdoj të ne. Për disa muaj, ju kam bajtur trajnim për përpunimin e drunit edhe shumë të rinjeve. Dhe kjo punë e tij sot dhe sot dite ka vlerë. Kjo është njëri për femurëve që ka histori më të gjatën, se këtu dikush kujton që s'ka mujt mu tesh drasa. Jo, e kom nëmë përsërisht se Gjega është pak me vogël se Toska. Kjo është mretresha të uta, cilat i ka simbolin edhe atena.
Kjo ka zonë 6 fiset e para që jonë konë, edhe me thonë drejt, ky është një flamur i cili e ka peshën historike më të madhe për kombin tonë edhe kjo më shumë tjetë edhe më pëlqen sigurtë. Unë e kom bashkëpunua edhe me interesosin, 3 vjeti kom pas ka 15 zonë cilët, pej tyne një, me thonë një 5-6 zonë që janë bet, janë mjeshtër, 2 janë mjeshtër fenomenal se janë shkuar në Gjermani dhe kanë gjetë punë, po punojnë qëtë lami, më thrasen shpesh herën dhe thonë ti e aj që ne ke dhënë bukën. Dashuria e madhe për muzikën, për traditën, Haxhi Rahman Lajçin e ngërthen në vlera artistike. Instrumentet dhe vallja e kanë ngritur edhe më lart punën e tij artistike. Haxhi Rahman Lajçi tallëzon për mrekulli dhe ju bie instrumenteve. Kom kënua malësore që shumë bukur, njëri pe adin shumë, kom kësye shumë mirë, jo më ka në shoqata fotokratike, po pej instrumenteve i kom ra fyllit, por në është një instrument shumë i vjetër, cili trashigojmë nga sikur familje janë me shnicat. Aty në u kom ra, edhe sot u bje pak mo rallë, po, me thonë të drejtë, unë jam konë një njeri tonë shumë onëshëm. Kom kosit shumë mirë, kom kënua shumë mirë, jam i mjeshtër kogja i mirë, po edhe instrumenteve thash fyllit edhe me shnicave u kom ra. Koha pe bon të vetën, po me nostalgji e mbaj edhe ato instrumente cilave u bje. Dashtë Zoti të punojnë gjykatat e mos të kemë punë pleqnartë. Në fund kisha thonë një fjallën më të madhen që e përdori une, po edhe përdorin tonë pleqnartë që të kanë njetin e mirë, nuk ka hakmarrje më të madhe se falja.